nuk ju bërë televizionet. Nga monitorimi i ditës së fundit, zoti Berisha, pothuaj se të gjitha televizionet, se i pash tani shpejt në minutazhe, janë të gjitha të balancuara, madje shumica prej tyre kandidatët e Partisë Demokratike i kanë në intervale minutash më të larta. Pra, a mund ta specifikoni pak censurën, sepse... Kombëtarët. Mediat kombëtare, ke drejt, shumë dakord. Faleminderit, po. E kam fjalë për mediat kombëtare, e kam thënë gjithnjë, se nuk them për të gjitha mediat, kombëtarët e kam. Dhe pyetja e dytë, në fushatën presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Bidenin të vetët në fakt dhe mediat amerikane për hir të së vërtetës e kanë marrë si lajm kryesor për javë të tëra për shkak të moshës së tij, kur që është duke pretenduar për të bërë president në një moshë të thyer. Zoti Berisha, a e keni vërejtur në këtë fushatë në një moment që mosha juaj mund të jetë ndikim në këtë fushatë elektorale, por edhe në zgjedhjet e 11 majit? Faleminderit. Tani, faleminderit për pyetjen. Personalisht, unë e kam ftuar Edi Ramën dhe e ftoj në çdo kohë, në çdo studio që të zgjedh ai dhe në çdo shesh publik, të ballafaqohemi pak. Dhe të shoh se kush ka sheja të senilitetit, të rrjedhjes, dhe të vitja u tregojmë shqiptarëve. Një, kjo. E dyta, thash, besoj se kjo është gjëja më serioze që unë mund të paraqes para përgjegjësisë time para qytetarëve. Pastaj, lidhur me moshën, të them të vërtetën, unë e konsideroj avantazh. Pse? Sepse rikthimi im nuk ka absolutisht në bazë ambicje për karrige, ambicje për para, ambicje për luks. Nuk del njeri të thotë se unë këto i kam patur edhe në moshë tjerë, edhe në një. Jo, tani as pak. Çfarë më mbetet mua nga mosha tani? Më mbetet eksperienca e çmuar. Po. Sot unë paraqes një program para shqiptarëve me terma konkrete, siç keni konstatuar dhe ju. Por eksperienca ime qeverisëse më lejon mua të parashikoj me vërtetësi të madhe realizimin e këtij programi. Eksperienca ime më lejon mua realizimin me shpejtësi të këtij programi. 100 ditët e para do t'jenë 100 ditët e transformimit të Shqipërisë. Pak të eksperiencë të garantoj që nuk do mund të premtoja. Jo. Eksperienca ime ka legacinë, ka trashëgiminë e vet. Pra, në qoftë se them, do vendos minimum jetik 200 euro dhe do bëj këtë sepse do kthej parat qytetarëve. Unë e kam bërë këtë. Kam difishuar rrogat. Kam difishuar rrogat e të gjithë administratës dhe kam difishuar pensionet minimale, kam rrit me 60% pensionet mesatare, kam rrit me 40% pensionet maksimale. Pra, unë nuk heci në një rrugë
të pashkelur. Nuk ecën drejt të panjohures, përkundrazi drejt një njohure që do ta bëjë edhe shumë më të mirë tani. E kam patur pikun të, ta thëmë vërtetën ty. Unë në vitin 2013, kur bëm studimin dhe dolën 15.000 familje shqiptare në varfëri ekstreme, një vendim i prerë do nxirresh nga varfëria ekstreme. Dhe për të dalë në mënyrë eficiente, transparente, u bë digitalizimi i tyre. Nuk fitova zgjedhjet, por sot ata janë pesëfishuar. Më shumë më tepër, sepse kanë rënë këtë kategori dhe pensionistet, këtu është problemi. Nuk janë më vetëm familjet. Në atë kohë pensionistet nuk ishin në këtë kategori. Si një standard tjetër. Tani me minimum jetik ne transformojmë, ne zhdukim varfërinë ekstreme. E zhdukim. Tani eksperienca më lejon mua të di me saktësi se sa është fatura. Eksperienca më lejon mua të më sinqerë të vendos me shpejtësi modelin me të cilin unë do e realizoj këto. Po të jap një shembull. Çdo vit, gjatë periudhës qeveri, ndaj fondi për rrogat dhe pensionet. Ajo ishte i paralajmëruar që do rriten kaq sepse ishte objektiv. Por tani sillej buxheti tjetër. Buxheti tjetër në fazë paraprake kishte të parashikuar asnjëherë më shumë se 50 milion euro për rrugët. Por projekti im ishte asnjëherë më pak se 500 milion. Këtu ishte. Dhe çfarë ndodhte? Atëherë, pjesa e buxhetit që mbetej pasi u kthehesh qytetarëve në rroga dhe pensione, nisi edhe një nga e para. Ribëhej nga ministra, po dhe edhe nga unë vetë, kemi sinqert, pa diskutim, dhe arrinte në jo më pak se 500 milion euro buxhet për rrugë. Kjo bëri që në qofse në 8 vite të ndërtohen 100 kilometra rrugë autostrada, rrugë, autostrada, 27 metra gjëra, në 12 vite as 1 kilometër autostradë me buxhet të shtetit. As 1 kilometër e vetë me autostradë me buxhet të shtetit. Bypassi i Thierit është lënë në gjysmë. Nuk është vepër e tyre. Është vepër e qeverisë më pashme me financim me projekte me çdo gjë. Dhe gjysmë e ndërtuar. Pra, këta më fal, jo asnjë se e ashtu. Ka ndërtuar 1 kilometër rrugë tek për te Elbasani Brasht. Po. Aty është kaq. Kanë 1 kilometër rrugë Elbasani Brasht kundrejt 100 kilometra autostradë, pa llogarisë superstradat. Sepse vijej buxheti dhe u thuaj tani 500 milion do jenë rrugët. Kështu që ajo eksperiencë më shërben më shumë. Pyetje tjera? Përveç tjerash për ta mbyllur këtë histori. Tani njerëzit me shumë të drejtë, presin që të kenë lider të ri
t'jenë të ri, t'jenë kështu, t'jenë ashtu. Vetëm një gjë. Uzus të plura do të cebit. Eksperienca të mëson shumë, thot Latini. Unë nuk do të them kësaj herë eksperienca, po historia. Historia plura do të cebit. Në kuptimin e asaj që po të rikthehesh këtij vendi damet më të mëdha bën ata që ishin të ri. Enver Hoxha, Edi Rama, ata që s'kishin eksperienca. Erdhen. Kjo është e vërtetë. Tani, shif këta çfarë bajnë këta që i fusin në qerë familjarët e vetë për deputet. Thuj tani. Ose të thot që i ri thot, jem antisistemu. Antisistemi, dish do thot anarkist. Po, nuk mund të them se anarkist është antisistem. Nuk ka, ekziston, është e njohur. Anarkist është antisistem. Pasaj tjetër, jo, është patëricë e qeverisë. Na edhe unë sot nuk e ke vureti që unë se kam paraqit do njërë moshën si privilegj. Por sot u detyrova të bëj disa shpjegime. Kjo është historia moshësime. Zoti Berisha, kryeministri ironizoi sërish sot drejtuesin tuaj të fushatës Krisla Sivita. Kanë paguar lekët e dynjas. Magjistari kishte kandidat atje në Amerikë. Po këtu kë ka? Pyet kryeministri. Magjistari kishte një kandidat në Amerikë. Po këtu kë ka? Pyet kryeministri për Krisla Sivita. Tani e vërteta është që makthi i tij është pikërisht Krisla Sivita. Unë ja u thash. Atë gjumi nuk e se. Ai shkallmoi komplet pas shfaqjes së Kris në kratë Sali Berishës. Me Kris dhe gjithë ekipin e tij jemi në lidhje non-stop, këtu dhe online, të dyja. Këtu dhe online. Ndaj dhe i thuaj mos i qaj hallet kalorësit se i varen kënd. Çfarë ti thoshat? Kaq. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt për Partinë Demokratike dhe për shumë eksponentë kësaj force politike, Belinda Balluku është cilësuar e paprekshme edhe nga sistemi i drejtësisë. Ditën e sotme është publikuar një lajm që SPA ka nisur hetimet për tunelin e Llogoras. A keni një koment?